Horoskopi ditor e martë, një korrik 2025. Horoskopi ditor i dashit, një korrik 2025. Dashi, shtrirja qellore e sotme ju inkurajon të përqafoni ndryshimin me krah hapur. Energjia që rrethon Marsin dhe Merkurin rrit aftësinë tuaj për të artikuluar mendimet dhe planet tuaja. Nëse ka një bisedë që e keni shtyr, tani është momenti i përshtatshëm për të adresuar atë. Vendimet financiare duhet të trajtohen me kujdes, pasi shpenzimet e papritura mund të prishin strategjinë tuaj të kursimit. Emocionalisht kërkoni ekuilibrin dhe përmbahuni nga reagimet impulsive. Meditimi mund të jetë aleati juaj. Në marrëdhënie zbutni qasjen tuaj dhe ofroni një vesh dëgjues. Kjo mund të rregullojë urat dhe të thellojë lidhjet. Ndërmarrjet krijuese favorizohen sot, prandaj kanalizoni artistin tuaj të brendshëm. Fizikisht mund të ndjeni një rritje të fuqisë, por mos harroni të mbani ritmin tuaj. Kushtojini vëmendje çdo dëmtimi të vjetër që rishfaqet dhe sigurohuni që po e ushqeni trupin tuaj në mënyrë adekuate. Lëreni dinamizmin e sotëm t'ju shtyjë përpara, por mbani një zemër të vetëdijshme. Dashi, kapeni ditën, por qëndroni të bazuar në të vërtetën tuaj. Horoskopi ditor i Demit, një korrik 2025. Demi, prisni një shpërthim motivimi ndërsa Venusi rreshtohet në mënyrë të favorshme me Jupiterin, duke amplifikuar dëshirat tuaja si për përparime personale ashtu edhe profesionale. Është një kohë për të rivlerësuar qëllimet tuaja dhe për t'i përshtatur ato me vlerat tuaja thelbësore. Financiarisht mund të merrni lajme që ju rrisin vetbesimin. Megjithatë është e mençur të mbani një qasje të kujdesshme me investimet. Marrëdhëniet ka një moment mësimor. Të qenit i prekshëm mund të çojë në një kuptim dhe rritje të thellë. Përqafojeni këtë energji transformuese duke lënë mënjan ankesat e së kaluarës. Sot, ushqeni anën tuaj krijuese. Angazhohuni në aktivitete që nxisin gëzim dhe ju ndihmojnë të shprehni veten tuaj të brendshme. Mirëqenia fizike theksohet, duke ju inkurajuar të provoni forma të reja ushtrimesh ose të përmirësoni dietën tuaj për energji optimale. Shoqërisht mund të tërhiqeni nga takime që premtojnë të qeshura dhe shoqëri, duke ofruar një çlirim shumë të nevojshëm. Demi, lëreni zemrën tuaj të udhëheqë dhe besoni se vendosmëria juaj do t'ju udhëheqë përmes çdo sfide. Horoskopi ditor i binjakëve, një korrik 2025. Binjakët sot sjell një mundësi për vetëzbulim, pasi Mërkuri ju inkurajon të zhyteni më thellë në mendjen tuaj në ndërgjegjeshëm. Komunikimi luan një rol të rëndësishëm në ditën tuaj, duke theksuar rëndësinë e dialogëve të ndershëm, veçanërisht me miqt ose partnerët e ngushtë. Nëse lindin keqkuptime, përdoreni këtë kohë për të sqaruar ajrin dhe për të rindërtuar besimin. Profesionalisht, përshtatshmëria do të jetë forca juaj. Ndryshimet e shpejta mund t'ju kërkojnë të mendoni shpejt. Financiarisht, fitimet e papritura janë të mundshme. Megjithatë këshillohet kujdes ndaj shpenzimeve impulsive. Këtë pasdite gjeni kohë për vetanalizë. Meditimi ose një shëtitje kontemplative mund të çojë në njohuri ndriçuese. Kujdesi për shëndetin tuaj mendor është parësor. Prandaj kërkoni aktivitete që sjellin paqe në vend të stresit. Kreativiteti lulëzon në ndikimin kozmik të sotëm, duke ju shtyrë të shprehni ide dhe vizione të reja. Binjakët, sigurohuni që po ushqeni si trupin ashtu edhe shpirtin duke ndjekur ekuilibrin në të gjitha përpjekjet. Përqafoni natyrën e dyfish të shenjës suaj me hir dhe qëndrueshmëri. Horoskopi ditor i Gafores, një korrik 2025. Gafore, energjia kozmike e sotme ju shtyn drejt një kujdesi më të madh për veten dhe vetanalizës. Hëna në shenjën tuaj fuqizon qartësinë emocionale, duke ju inkurajuar të jepni përparësi mirëqenies personale mbi të gjitha. Është një ditë për të dëgjuar intuitën tuaj dhe për të nderuar ndjenjat tuaja. Në punë, produktiviteti është i lartë, por keni kujdes që të mos mbingarkoheni. Bëni pushime kur është e nevojshme. Financiarisht, një qasje e matur do t'ju shërbejë mirë. Merrni në konsiderat rivlerësimin e buxhetit tuaj për të akomoduar çdo nevojë të ardhshme. Marrëdhëniet mund të ndihen intensive, me biseda emocionale që kërkojnë durim dhe empati. Përqafojini këto momente si mundësi për rritje dhe mirëkuptim. Kreativiteti lulëzon, duke ju lejuar të shprehni mendimet dhe idetë tuaja në mënyrë unike. Merrni në konsiderat angazhimin në ndjekje artistike për të kanalizuar këtë energji. Fizikisht mund të gjeni ngushëllim në aktivitetet e bazuara në ujë që përputhen me elementin e shenjës suaj, duke ofruar përtëritje dhe relaksim. Gafore, mos harroni të ushqeni veten tuaj të brendshme dhe të kërkoni harmoni në të gjitha ndërveprimet sot. Horoskopi ditor i Luanit, një korrik 2025.
Luani, dita e re hedh dritë mbi lidhjet tuaja shoqërore dhe aftësitë e komunikimit. Me diellin që rrezaton përmes tabelës suaj. Është një kohë ideale për të angazhuar me të tjerët dhe për të ndërtuar rrjete që mund të mbështesin ambicjet tuaja. Në punë, cilësitë e leadershipit mund të njihen, duke hapur dyert për rritje të mundshme, qëndroni të hapur ndaj mundësive bashkëpunuese. Financiarisht, mbani një sy te shpenzimet dhe përpiquni të kurseni për aspiratat e ardhshme. Gjestet e guximshme në marrëdhëniet personale mund të thellojnë lidhjet. Prandaj mos u nguroni të shprehni ndjenjat tuaja. Projektet krijuese zën vend qendror, duke ofruar mënyra të reja për të artikuluar idetë dhe vizionet tuaja. Ndërsa nivelet tuaja të energjisë mund të jenë të larta, sigurohuni që po balanconi përpjekje me pushimin për mirëqenie optimale. Sjellja e vetëdijes në rutinën tuaj të përditshme mund të përmirësojë shëndetin tuaj të përgjithshëm. Konsideroni jogën ose meditimin si shtigje për të ruajtur ekuilibrin. Luani, lejoni që zemra dhe intuita juaj t'ju udhëheqin. Pasi shtrirja qiellore e sotme premton rritje dhe përmbushje kur përqafoni veten tuaj autentike. Horoskopi ditori Virgjëreshës, një korrik 2025. Virgjëresha, sot është një kohë për të kërkuar organizim dhe qartësi. Pasi Merkuri ndikon në aftësinë tuaj për të komunikuar në mënyrë efektive dhe për të menaxhuar detajet në mënyrë efikase. Nëse projektet e punës kërkojnë precizion, aftësitë tuaja të lindura analitike do të shkëlqejnë. Financiarisht, është një kohë e kujdesshme për të rivlerësuar strategjitë e investimit. Merrni në konsiderat konsultimin me ekspert nëse është e nevojshme. Personalisht, kërkoni ekuilibrin në marrëdhënie duke vendosur kufi të shëndetshëm. Natyra juaj empatike ndonjëherë mund të çojë në tejkalimin e vetes. Të dashurit mund të kenë nevojë për mbështetje. Prandaj ofrojeni atë nga një vend mençurie. Energjitë krijuese nxiten brenda jush, duke inkurajuar ndjekje që përfshin si logjikën ashtu edhe artin, ndoshta ridizajnimin e një hapësire në shtëpi ose fillimin e një hobi të ri. Kushtojini vëmendje mirëqenies fizike duke përfshirë ushtrime rutinore dhe ushqime ushqyese, duke mbështetur harmoninë tuaj mendje-trup. Një frymarrje e thellë në natyrë mund të ofrojë për të rritjen që kërkoni. Virgjëresha, përdoreni këtë ditë për të rindërtuar qëllimet tuaja dhe për të vlerësuar thjeshtësinë në lidhjet e qëndrueshme dhe paqen e brendshme. Horoskopi ditori Peshores, një korrik 2025. Peshorja, dita e parë e muajit të ri paraqet mundësi për ekuilibër dhe harmoni në marrëdhëniet tuaja fal ndikimit qetësues të Venusit. Është një kohë e favorshme për diskutime të sinqerta, duke ndihmuar në zgjidhjen e tensioneve të vazhdueshme. Në sferën profesionale, yjet inkurajojnë punën në grup dhe bashkëpunimin. Aftësia juaj për të ndërmjetësuar do të jetë thelbësore në lundrimin në negociata komplekse. Perspektivat financiare duken premtuese. Megjithatë, keni kujdes nga shpenzimet e panevojshme. Energjitë krijuese janë të larta, prandaj eksploroni përpjekjet artistike që përmirësojnë mjedisin ose stilin tuaj personal. Kushtojini vëmendje shëndetit tuaj duke mbajtur një rutinë që përfshin si aktivitetin ashtu edhe pushimin. Yoga ose shtrirja e butë mund të përmirësojnë mirëqenien e përgjithshme. Angazhimet shoqërore sjellin gëzim dhe të qeshura, duke forcuar lidhjet me miq dhe të dashurit. Kjo është një ditë ideale për të reflektuar mbi qëllimet personale dhe për të marrë në konsiderat rregullimet që nxisin rritjen personale. Peshorja, mos harroni të qëndroni besnik ndaj vetes ndërsa përshtateni me hir me rrethanat në ndryshim. Lëreni harmoninë t'ju udhëheqë dhe udhëzoni vendimet me mençuri. Horoskopi ditori Akrepit, një korrik 2025. Akrepi, sot inkurajon vetanalizën dhe transformimin e thellë, ndërsa ndikimi i Plutonit intensifikon botën tuaj të brendshme. Përdoreni këtë ditë për të eksploruar njohuritë personale dhe për të hequr qafe barrën emocionale. Profesionalisht mund të përballeni me sfida që kërkojnë të menduar strategjik. Besoni instinkteve tuaja dhe përqendrohuni në objektiva të afatgjata. Financiarisht është një kohë e shkëlqyer për të planifikuar për të ardhmen. Merrni në konsiderat konsultimin me një profesionist për këshilla. Dinamika e marrëdhënieve mund të ndryshojë. Hapja dhe cenueshmëria mund të forcojnë lidhjet, por keni kujdes nga luftërat për pushtet. Projektet krijuese përfitojnë nga intensiteti juaj i fokusuar. Përdorni këtë vrull për të sjellë në jetë ide të reja. Shëndeti juaj përfiton nga aktivitetet që sfidojnë si trupin ashtu edhe mendjen, siç janë artet marciale ose praktikat e meditimit. Ndërsa kërkoni ekuilibër, mos harroni se kujdesi për veten është thelbësor. Një zhytje e thellë në një hobi mund të ofrojë gëzim dhe relaksim të papritur. Akrepi, shfrytëzoni energjinë tuaj transformuese për të nxitur rritjen.
duke përqafuar ndryshimi me qëndrueshmëri dhe fuqizim gjatë gjithë kësaj dite. Horoskopi ditor i shigjetarit, një korrik 2025. Shigjetari, dita e re sjell një ndjenjë aventure dhe të mësuari, ndërsa Jupiteri rrit dëshirën tuaj për zgjerim. Kjo është një ditë për të eksploruar filozofi ose kultura të reja, duke zgjeruar horizontet tuaja përmes udhëtimit ose arsimit. Profesionalisht, merrni në konsiderat përqafimin e mundësive që ofrojnë rritje dhe larmi, pasi entuziazmi juaj është ngjitës, duke motivuar të tjerët përreth jush. Financiarisht, ndiqni një qasje pragmatike. Ndërsa optimizmi është pika juaj e fortë, sigurohuni që investimet tuaja të jenë të sigurta. Ndërpersonalisht, ndani njohuritë tuaja me të dashurit. Perspektiva juaj mund të frymëzojnë ndryshime pozitive. Kreativiteti lulëzon, duke ofruar shtigje unike për vetëshprehje në shkrim ose rrëfim historish. Fizikisht, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete fizike që fuqizojnë dhe emocionojnë, të tilla si ecja në natyrë ose sportet në ekip. Mirëqenia juaj nxitet nga e qeshura dhe gëzimi, prandaj kërkoni skenar që ju bëjnë të buzëqeshni. Shigjetari, lejoni që kurioziteti të udhëheqë udhëtimin tuaj sot, duke përqafuar çdo mësim që sjell. Lejoni që çdo moment të nxjisë frymëzim, duke zgjeruar kuptimin tuaj për botën. Horoskopi ditor i Briciapit, një korrik 2025. Briciapi, agimi i ri ofron një rritje të vendosmërisë dhe produktivitetit, pasi Saturni inkurajon disiplinën në arritjen e qëllimeve tuaja. Kjo është një kohë e favorshme për vendosjen e objektivave të reja ose për të marrë me projekte komplekse, pasi këmbëngulja juaj është e pakrahasueshme. Financiarisht, këshillohet një qasje e kujdesshme. Përqendrohuni në ruajtjen e burimeve tuaja ndërsa planifikoni investimet e ardhshme. Marrëdhëniet kërkojnë durim. Kalimi i kohës cilësore me të dashurit mund të kapërcejë çdo boshllëk të krijuar nga oraret e ngjeshura. Kreativiteti gjen një vend në planifikimin strategjik, ku aftësia juaj për të parashikuar rezultatet mund të çojë në zgjidhje inovative. Kushtojini vëmendje mirëqenies suaj fizike duke përfshirë një rutinë të ekuilibruar ushtrimesh dhe pushimi. Kjo mbështet nivele të qëndrueshme energjie. Konsideroni praktikat që mbështesin mendjen tuaj, të tilla si vëmendja e plot ose meditimi. Briciap, mos harroni të merrni momente për reflektim dhe kujdes për veten pavarësisht nga dëshira për arritje. Le të jetë sotmja një trampolin drejt përmbushjes personale dhe profesionale, duke ushqyer veten përgjatë udhëtimit drejt suksesit. Horoskopi ditor i Ujorit, një korrik 2025. Ujori, sot ju inkurajon të përqafoni shpirtin tuaj inovativ, ndërsa Urani frymëzon ide dhe perspektiva të reja. Kjo është një kohë ideale për të bashkëpunuar me individ me të njëjtat mendje, duke nxitur projekte krijuese që përfitojnë nga kontributi kolektiv. Profesionalisht, mendoni jashtë kornizave për zgjidhje për sfidat e vazhdueshme. Pikpamja juaj unike është një aset i vlefshëm. Financiarisht, merrni në konsiderat qasje të reja për menaxhimin e burimeve, duke siguruar fleksibilitet në planet tuaja. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi i ndershëm. Dialogët e hapur mund të parandalojnë keqkuptimet dhe të ndërtojnë themele më të forta. Kreativiteti nuk njeh kufi sot, prandaj zhytuni në ndjekje që lejojnë vizionin tuaj të shkëlqejë. Fizikisht, kërkoni aktivitete që angazhojnë si mendjen ashtu edhe trupin, të tilla si vallëzimi ose metodat alternative të fitnessit që nxisin gëzim. Ndërveprimet shoqërore sjellin mundësi për rritje dhe mirëkuptim, duke rritur mirëqenien tuaj emocionale. Ujori, lejoni që origjinaliteti juaj t'ju udhëheqë, duke përqafuar lirinë për të çliruar nga konventa. Besojini intuitës suaj ndërsa ajo ju çon drejt përvojave të gjera dhe përmbushëse. Horoskopi ditor i Peshqve, një korrik 2025. Peshqit, sot ju zhyt në një det emocionesh dhe intuite, ndërsa ndikimi i Neptunit thellon ndjeshmërinë tuaj ndaj energjisë përreth. Profesionalisht, është një ditë për të besuar instinkteve tuaja, duke marrë vendime bazuar në mençurinë e brendshme dhe jo vetëm në logjikën. Financiarisht, hapat e kujdesshëm sigurojnë stabilitet. Megjithatë, qëndroni të hapur ndaj zgjidhjeve krijuese për rritjen e të ardhurave. Marrëdhëniet personale lulëzojnë nga empatia dhe dëmshuria. Ofroni mbështetje për të dashurit që mund të kenë nevojë për zemrën tuaj mirëkuptuese. Ndjekjet krijuese favorizohen, veçanërisht ato që përfshin muzikën, artin ose letërsinë që lejojnë imagjinatën tuaj të fluturojë. Mirëqenia fizike përfiton nga aktivitete që nxisin relaksimin dhe qetësinë, të tilla si noti ose yoga. Reflektoni mbi qëllimet personale, duke marrë në konsiderat rregullimet që rrisin mirëqenien dhe lumturinë.
Sot, përshtatuni me praktikat shpirtërore që ofrojnë mbështetje dhe paqe, duke thelluar lidhjen tuaj me veten tuaj të brendshme. Peshqit, përqafoni rrjedhën e emocioneve tuaja, duke I lënë ato t'ju udhëheqin drejt shërimit dhe vetë zbulimit në këtë ditë të thellë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.